أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dersin e fundit Shifai Sherif e lam te ajeti Yasin wal Qur'anil Hakim. Tema ishte si Allahu betohet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe dersin e fundit e tham se fjala Yasin, ajetet Yasin, Elif Lam Mim e kanë emrin huruful muqatta'a. Huruful muqatta'a i vjen çato harfe që nuk i lexojmë si E, B, T, Th, po i lexojmë Elif, Lam, Mim e kështu me radhë. E tham se najat e aty në i din vetëm Allahu e ne pejgamberi alayhi salatu wassalam. Tamam. Mirë po tash dietarët kanë dhënë disa mendime lidhje me fjalën Yasin. E para, Ebu Muhammed Mekki thot një hadith nga pejgamberi alayhi salatu wassalam ka ardhur se ai ka thënë: Li inda Rabbi asharatu esma. Unë i kam 10 emra nga Zoti jam. Një si ka Esmaul Husna 99 emra, qashtu edhe Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam ka plot emra në për hadith e kalën. Janë këtë hadith 10 për atyne përmenden. Li inda Rabbi ashratu esma, une i kam 10 emra nga Zoti jem që mi ka falë Allahu, dhe në mesin e këtyne 10 emrave i ka përmend edhe Taha dhe Yasin, dy ajetet që janë huruful muqatta'a. Disa dietar tu bazun këto hadithe kanë thënë se këto janë emrat e Muhammedit alayhi salatu wassalam. E atëherë kur e përmend Allahu Taala kështu bëhet bie, bëhet kasem. Si me u betu. Domethënë Yasin, betohem te ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anil Hakim, edhe te Kurani i Kerimi, se ti je pejgamber. Çka tham dersin e fundit? Kur betohet Allahu në diçka, ajo ka shumë vlerë të madhe. Betohet në hënë, betohet në diell, e ne betohet te Muhammedi alayhi salatu wassalam. Që Taha e ne Yasin. Kur dëgjoni hoxhallarët të bëjnë dua të hatmeve në për xhumaja zakonisht, thuajnë bi hurmeti Taha ve Yasin. E ne ju, po bashkë me ju e ne unë se kom ditë para se ta lexoj këtë libër normalisht, unë kom mendu se pse a lexu Yasini, dëkush e ka lexuar surën Taha, haj Yasinin i na mësu ta lexojë dëkush. Ama Tahan ta lexojnë t'ia çojë hoxhës për t'ia presh koncentrimin në xhuma, bone duan e Tahas nuk e kisha asnjë. E pse hoxhallarët thuj kanë bi hurmeti Taha ve Yasin, domethënë ja Rabi pranoj që këto lutje që i bëjmë neve, bi hurmeti Taha ve Yasin, hatri Tahas e Yasinit. Kush qenë ka hatri Tahas e Yasinit? Hatri Muhammedit alayhi salatu wassalam i vjen ka, tamam. Kur dhe ngjoni tash hoxhën bi hurmeti Taha ve Yasin, taj do mendon atë që ma boni duan e Yasinit. Nuk ta ka bo duan e Yasinit. E ka përmend emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Abdurrahman Es-Sulemi transmeton nga Xhafer Es-Sadiku, që ishte nga nipët e pejgamberit alayhis salam, se Yasin do të thosh ka ja Seyyidu, o efendi. Yasin, ja Seyyid. Shkurtimisht Yasin, veç shkronjat e para. J e në S. Pse o hurufi muqatta lezohet Yasin. Çka qenë ka kuptimi? O efendi, i betohem Kuranit se ti e pejgamber. Tash kështu bo kuptimi, tamam. Efendi vajnë Sejid. Ibn Abbasi radiallahu anhuma ka thënë, Yasin e ka kuptimin ja insan, o njeri. Do me thënë njeri për kryer. Njeri halis i përsosët, hakikat insan. Ai që e ka bo tërbije shpertin. Se njeri është, do me thënë, si i thujnë, ibaret, po njeri është ibaret, i thujnë nga ruhi, njeri është shpirt. Mese pa shpertin, nuk funksionojmë, apo s'kemi kur një fardadhimi për kësaj tavoline. Atër njeri, insani qenë ka ibaret nga, dhe thujshë a ibret, për që tu mendova, ibret o me marë mësim, nga diçka e keqe. Ibaret, kur fix a i sent është që a i sent. Tamam. Ibaret, sendi më i rëndësishëm i njerit o, shpirti. Për çat lidhjes mund të thush se njeri o shpirt, shpirt keq. Do njeri keq, shpirt mirë, njeri i mirë, tamam.
nuk ndihem mirë, pse se ki e shpirtin mirë. Allahu Taala kitve na bof nasib ta bëjmë terbije këtë shpirt, tamam. Për çat që vimi vizitojmë këto vendet e bekume, lirim me hoxhallar, takva që e kanë bërë terbije këtë shpirt. Se shif çka i thot Allahu Taala pejgamberit, ja insan, o njeri përkryer. Tamam. Njeriu mund të jetë edhe më i miri, të jetë si Muhamedi alayhi salatu wassalam, po mund të jetë edhe më i keqi, si Ebu Xehli. Atë ditë janë njerëz, e kush e bën dallimin? Shpirti e bën dallimin. Shpirti e bën dallimin, tamam. Për çat shpirtin duhet me bë terbije me sheriat. Çka thot Allahu, çka thot pejgamberi, çka thuajn ulemat. E ne ta marrim në hesap, ndonjëherë i bëjmë ne këto muhabete ndërmjet viti, apo ta marrim në hesap, unë tash këtë fjalë që e thom, a e thom me shpirt të mirë apo e thom pi nefsit? Unë këtë reagim që e bëj, atë lëvizje që e bëj, gjumin që e bëj, hajen pijen që e bëj, këtë duhet me i bo me hesap, me i bo kantar me shti atë shpirt, tamam? Ulemat e vjetër që ashtu kanë qenë, për çat çdo gjeste kanë matë, kështu nuk kanë jetu gjutura ato, ka të më qoj e vakti, si të zgjojmë dhe zgjojmë, nauk, pa qetër dhe zgjojët sa bajnë të fale, nauk, namaz nate, pa qetër dhe fale. Në për libra kalon, ulemat e vjetër, fjalët që i kanë përdor brenda ditë i kanë shkrujt në fletë. Të në fletë mund shkrujsh diçka që mund t'i shkrujsh, apo? Neve me marë fletoren për një ditë e mbushim sa që ke liber e bëjmë. Pse nuk e kemi shpirtin e bom terbije. Prandaj neve nuk jemi insan të përkryer. Hakikat insan nuk jemi neve. Për qatë edhe, së miremi vesh me vllajin, me babën, me gruën, me shokun, me imamin, me odborin, me kryetarin e komunës, me policin, me atë me këtë. Pse s'jemi hakikat insani. Me kanë hakikat insan, çdo situatë dhe dish si dalish për situatë. Ha, dëkun dhe duhet pak me ashpërsi, dëkun ne butësi, ama dhe dish ku si të veprojsh. Allah i na bof për atyne. Do me thanë Jasin e paske në këtë kuptim. Disa dietar kanë thënë manaja e Jasinit është si me thënë halis Muhammed. Do me thënë gjallit ja vun emnin Jasin, si me avu emnin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mirë. Këtë e ka thënë për shembull edhe Ibnul Hanefije. Kush është Muhammed Ibnul Imam Ali ibn Abi Talib? Muhammed Ibnul Hanefije është gjalli Hazreti Aliut, ama nga një robnesh që e ka bë. Tamam. Nga një robnesh që e ka bë. Ajo e ka pas emrin Khawle binti Ja'far el Hanefije. Hanefije është një fis, i takon asaj familjes, asaj kabiles, e ajo grua pse ka qenë pi asaj, bie si robnesh në ushtrin muslimane, Hazreti Aliu e merr atë dhe bën fëmijë me atë, si e ka pas ai emrin Muhammed, ja vendon emrin atij, tamam. Pi këtu del se me ato mund edhe me bë fëmijë, tamam. Nuk quhet zina me robnesha me bë fëmijë. Këtë se ne kuptojnë njerëzit ton, estakfirullah ja bën, duhet bëhet nikah, nëse bësh nikah gruaje ki. Ama mund ta mbajsh edhe si robnesh, për çfarë duhet me pas kujdes kur flasim. Mirë. Ka'bi radiallahu ta'ala anhu tregon Jasin do thot bie, edhe ajo ishte tema, Allahu ta'ala është betuar 2000 vjet para se ta krijoj qiellin edhe tokën. Dhe si me thanë kështu Jasin, ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Do thonë para se ta krijoj qiellin dhe tokën, do thot shpirti i Muhamedit alayhi salatu wasalam ka qenë i krijuar. Sendi i parë si send, jo si njeri, si send, është shpirti i Muhamedit alayhi salatu wasalam. Tamam. Aspekti njerëzor. A Hazreti Ademi po si njeri i parë. Si shpirti i parë para se të krijojnë qiellin dhe tokat, Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Si më thanë kështu, Jasin, betohem te ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hala para se mi kriju qiellin e tokat, wal Qur'anil Hakim. Edhe në Kur'anin e Hakim betohem që do e sjelli ti kur do jetosh, se ti je nga pejgamberët. Mirë. Një ajet tjetër. Tema ishte ku betohet Allahu Taala për ta lavdru pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Ajeti tjetër, surja Belet, ajeti 1 dhe 2. Estaizu billah, bismillah. La uqsimu bi hadha al-balad wa anta hillun bi hadha al-balad. Sadaqallahu al-azim. Dy ajetet e para të surës Belet. Tash do hym inshallah disa
komentime të këtyne dy ajeteve. Disa dietar kanë thënë la, e nëpse s'din xhamati jo në arabisht, po mund ta kuptojmë se laja çka do thot? Gjiven? Jo, po. A dush uj? La, jo. La ilahe illa Allah të gjiven. Po të uvo s'ka, shef. Nese, ka disa kuptime shkronja la. Mirë po, këtu tash mund ta kuptojsh e në me atë kuptim, e në këtë kuptimin tjetër. Një grup dietarësh kanë thënë kështu: la uqsimu, i vjen nuk bëj bie. Uqsimu i vjen me bë bie. La uqsimu nuk bëj bie, thot Allahu Teala, idha lem tekun fihi ba'da khurujika minhu. Se la uqsimu bi hadha al-balad. Nuk bëj bie për çka qytet. Nuk betohem çka qytet. Me u betu dhe vetë sikur e lavdron shumë atë vend, apo? Mekën Allahu Teala e lavdron. Betohet në Mekë. Disa dietar thonë jo, nuk betohet në Mekë. Pse? Se ka dal Muhamedi alayhi salatu wasalam, ka bë hijret pi aty. E kur ka zdrip kjo ajet, si me thanë kështu, nuk betohem ma për Mekën, se te ke dal pi aty ke shkon në Medinë, subhanallah. Këtë mendim e ka Imam Mekiu. Mirë po, grupi tjetër i dietarëve që është edhe ma i fort, këtu la janë nuk e ka kuptimin negativ, shau, jo, la. Dhe njerë vjen ato që din arabisht, laja vjen vesh për ta zbukuru fjalin. E në nuk e përkthej hiç. Shef, me se ditë këtë, komplet kuptim tjetër d'japish ajetit. Nuk i bëj bie. A faktikisht tash lajës mos i jep kuptim, i vjen i bëj bie. I bëj bie, më thënë betohem në Mekën. Ente hillun bi hadha al-balad, se ti e halal, ti e brenda këtij qyteti. Tam. Edhe kur e shohim sebepin kur ka zdrip ky ajet, e kuptojmë se pejgamberi po ka qenë në Mekë atër kur ka zdrip ky ajet. Atër ky mendim i dytë bëhet më i fortë. Tamam. Kuptimi bëhet betohem në Mekë se ti je në Mekë. A sipas së parës nuk betohem në Mekë se ti ke dalë pi Mekës, duhet thonë. Mirë po ky mendim i dytë, siç tham, është më i fortë. Imam Vasitiu i bashkon të dy mendimet tash. E në atë la, negativ e në atë la, hiç pa i përkthy që e bëjmë. Thot, Allahu Teala bën bie me ty, o Muhammed s.a.s. për çka qytet që ti e ke nderuar që ke qenë gjallë aty. Cila kjo? Mekja. Dhe i betohet qytetit që ke dal nga qytet, ke shku në një qytet tjetër dhe e ke nderuar me vdekjen tënde. Se e ki aty tash xhenazen. Pejgamberi a.s. ka lind në Mekë, e ka beku Mekën. Ka vdek Medinë, e ka beku Medinën. Me çka la uqsimu bi hadha al-balad, të dijat mund të kuptohen. Subhanallah. Do me thënë edhe Mekja, edhe Medinja lavdrojnë në këtë ajet. Sebepi kujt lavdrojnë? Sebepi Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu një ajet tjetër, Ibn Ataja në tefsirin e vet ka thënë kështu: "Wa hadha al-baladil amin", ku kalon kjo? Te surja Tin, "Wa tini wa zaytun wa turi sinin, wa hadha al-baladil amin". Në aty Allahu Taala betohet në wa tini wa zaytun, në dy, do thënë fiq, edhe në zeytin që i themi neve, ulli. Wa hadha al-baladil amin, edhe në këtë qytetin e sigurt, emin, qytet i sigurt. Ibn Ataja thot, e në kip betim ka të bëjë me pejgamberin a.s. me vlerën e ati. Pse? Allahu e ka bë të sigurt, emin e ka bë atë qytet, pse? Se ka qëndru aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sepse vet ekzistenca e ati, kudo që të jetë, ka qenë eman, ka qenë siguri. Bereqet ka pas ati. Aty bidate sën kanë hy. Aty shirku sën ka hy. Aty harami sën ka hy, mekruhi sën ka hy. Atë si ai qytet duhet ta bëjmë në zemrën tonë. Duhet ta vëmë halis qendër të zemrës Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ai po hyni aty në zemër, këtë punët tjera në drejton. Se Allahu Taala do ta bëjë zemrën e sigurt. Vezvese nuk do kish. Cytje nuk do kish. Nuk do të lakmojë për një haram zemra, subhanallah. Për një mekruh, për një tahrimen mekruh. Këto puna se nuk e kemi vënë qendër të zemrës Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. E çeta këtu
i shëtejtëm do vende, apo? E ne i pam do hoxalar. E shohish se në qendër zemrës e ka Rasulullah s.a.s. Pika e shohish, si jeton? 90 kusur vjeti ka bo, hala delpin medrese, i kam bet shprehi, mësim nuk hynë mo. Ska fuqia me fmit meret me hafëza ose me hoxalar arabisht i mëcoje. Ama rinë medrese. Pikur, pimba sabahit, deri njatësi. Sa vjeti ka? 90 kusur vjeti ka. Pse? I ka vu aty në qendër të zemrës Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Njerë mu më tha, besim tha, të kisha takat shumë ma shumë dëmiresha me muslimat. Pse? Si pejgamberi a.s. do në tjetoj. A edhe frymën e fundit e kishte gajle ummetin e vetë. Ummeti, apo. Mos e lini namazin, thoshte frymën e fundit. Silluni mirë me gratë, thoshte frymën e fundit. E në frymat e fundit i përdorte për të mbajt nasihat e dersi. Ja. E në neve tash, këto zemra duhet me i bo eman, duhet me i siguru, tamam? Si dhe e bëjmat? Tu e vu Rasulullah s.a.s. aty. Ajeti i par, ajeti i dyti surës Beled u bo. La uqsimu bi hadhe l-beled, wa ente hillum bi hadhe l-beled. Si vazhdon? Wa walidin wa ma waled. Prap vazhdon betohet Allahu. Wa walidin dhe i betohem babës, wa ma waled dhe ati që ka lind. Tash ta shojmë si japin ulemat kuptime. Disa kanë thënë se ka kuptimin e përgjithshëm. Baba i gjithë pejgamberve, Hazreti Ibrahimi a.s. Atër, fëmia që ka lind për Hazreti Ibrahimit, kusha? Muhammedi sallallahu a.s. Në aspektin e duas e ka, tamam. Në këshu dhe japim kuptimin. Tema është ku betohet Allahu dhe përmend Muhammedin sallallahu a.s. Sigurisht ka pas ulema që kanë thënë në Ismailin ose Ishakun. Mirë po, vë walidin, ajo e parë është e përgjithshme, baba e kitë pejgamberë, u e ma uelet e dyta më i veçanti. Kush o pejgamberi më i veçanti? Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Atër, kjo sure thot, me lene Allahut i kapi të dhja betimet, e na të përgjithshme në Hazreti Ibrahimin, e na të veçantën me Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Ose, kështu me thanë, të dhja vendet, e në të ajeti i parë, tu betu se ti e në këtë qytet, e në këtë vend, me lindjen tënde që ke lind nga si duaja e Hazreti Ibrahimit a.s. Tam. Një ajet tjetër, Allahu Teala thot, Estaizu billah, bismillah, këtë kitë edim, Elif, Lam, Mim, Dhalike el kitabu, la rajbe fih, sadaqallahu l'adhim. Ibn Abbas i ka thënë, këto janë do shkronja me të cilat Allahu Teala bën qasem, bën bie. Elif, Lam, Mim. Mirë po, disa dietar qerë kanë dhënë do kuptime qera. Sehel ibn Abdillah e Tusteri, një për dietarëve të mëdhenj, ka thënë kështu. Elifi këtu e simbolizon Allahun. Lami Gjibrilin, Mimi Muhammedin a.s. Dhe si të bëhet kuptimi, Allahu e dërgoi Gjibrilin te Muhammedi a.s. Në kur i lexojmë këto ajete, mund që këto kuptime t'i kalojmë në kokë, ta mbajmë koncentrimin në namaz më shumë. Elif Lam Mim, Allahu dërgoi Gjibrilin te Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, këtë mendim e ka edhe Imam Semerkandiju, ai kështu i ka dhënë kuptim këtij ajeti. Allahu e zbriti Gjibrilin a.s. te ki pejgamberi dashur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Me qka? Me këtë Kur'an. E atë piku e mori atë kuptim, Dhalike el kitabu la rajbe fi. Që kjo është ai kitab që s'ka dyshim se Allahu me Gjibrilin ja ka zdrip kujt? Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Ata, e në kjo është pej mëfesirve të tabiinve, thot në surën Qaf, ajetin e parë. Estaizu billah, bismillah. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, pra përdin në shkronjë, huruful muqatta'.
Mapa, wal Kur'anil Mejid dhe i betojmë Kur'anit fisnik, Kur'anit të shenjtë, famlart. Tash ta shohim ki kafi çfarë kuptimi ka sipas do dietarëve. Allahu Teala ka thënë Ibn Ataja, betohet këtu me shkronjën kaf që simbolizon, referohet te kuvveti i kalbit të habibit të tij sallallahu alaihi wasallam. Në kuvvetin, kaf kuvvet të kalbit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pse? Se kishte një zemër me kuvvet të madh që e mbajti këtë khitab, do me thënë fjalën e Allahut, Kur'anin, ato gjëra që i pa, apo ai shifte me lajqe, i shifte shejtanët, i xhinet, çka nuk shifte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shifte mbas shpine, tu fal namaz, e kështu me radh, e atë për ta duru duhet me kon pak i fuqishëm me zemër, fuqi të zemrës me pas. Kot kështu fuqi fizike nëse ki e kur zemrën nuk e ki e kërkun apo. Mund të jesh shumë i fuqishëm, ama nis prov kështu fizikisht i fuqishëm, nis prov që ta lëndoje shpirtin, shkojsh ma pa në për ilaçe, në për doktor, më boje vakit, shkojsh ma pa në për hoxhallar, në për rukje gji, në për rena veca, në për dalaveregji, e në qka trove tjetë. Po të i që krahët, ku veti i zemrës o qëtërse. Mirë. Disa djetarë qërë kanë thënë, kaf këtu është emëri Kur'anit. Kaf, shkurtimisht Kur'ani Kerimi. Apo disa djetarë qërë kanë thënë, kafi këtu ka kuptimin një pej emrave të Allahut Gjelle Gjelaluhu, apo disa kanë thënë, është një mal që e mbulon krejt rruzullin toksor, kaf daë, ndoshta e kënë gjutje. Gjafer ibn Muhammedi në tefsirin e ti thot, surja Nejm, ajeti i parë, wen nejmi idha hewa, Nejm i vajnë yll, Allahu Teala i betohet yllit, tash nuk duke njët, kur dhe i shofim ma pa natën, inshallah të na kujto. Wen nejmi i betohem yllit, idha hewa, kur fillon të rëshqaset e posh. A e shojmë dhe një yll dhe njerë kur rëshqet. Gjithujnë, bone dhe një lutja se dhe të pranohet. Qëllo mos fale akshamin, apo. Merë abdes, ngjoje hoxën. Ngjoje hoxën. Wen nejmi idha hewa. Do me thanë, i betojmë yllit kur rëshqet prej lartë e te poshtë. Gjafer ibn Muhammedi që ishte nga nipat e pejgamberit a.s. nga nipat e Hazreti Ebu Bekrit radiallahu anhu, thot, ylli këtu e ka kuptimin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sa i ka shkëlqyer si një yll, ylli si ndihmon ta gjesh rrugën e drejtë kur hupesh në anije ose në inshallah në han të përzgjallë. Si ndihmon ylli ta gjesh rrugën e drejtë, apo si ti zbukuron syt me atë drejtën e vete, e në Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë çështje. E në Allahu Teala i referohet, i bën bie që wen nejmi idha hewa. Do dietar që kanë thënë, Nejm është prap zemra e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Se ajo ka shkëlqyer si një yll. E hewa çka do thot, rrëshqet prej nalt te poshtë, lishon nure prej nalt e te poshtë. Sam prej nalt e te poshtë. Pin kraje, njën kam pejgamberi a.s. ka qenë nur, e ka lëshu nur, shikimi ati ka qenë nur. Sahabët të regojnë, së ngopeshim të e shiku pejgamberin sallallahu a.s. Ati as kafshët nuk i kanë pengu. E në kafshët bile kanë qenë hizmetin e ati. Tamam. Në këtë qitab, këtë dhe kalojnë inshallah. Për qatë miro, me ndjek këtë qitab dherin fund, e neve që u mundum që këtu në këto kushte, më na hike dhe një javë pa këtë qitab të bereqetshëm, mundohemi që këshu me lezu pak për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ama e në net jemi ashtu. Kur të na shofe njeri, të shofe një nur të Rasulullah të neve. E në kjo vjen pite sjelljet ma të vogla njën të ma të mëdhaja. Në sefte me namaz nuk do kemi asë njerë problem. Tamam. Me sjellje nuk duhet kemi problem asë njerë. Me haramet mëdhaja sidomos, hiç ma hiç. Tamam. Mos e lishojmë veten në duart e nefsit. Pak me lishu veten në duart e nefsit, me njëherë të avon të harësh Rasulullah në sasë. Me njëherë të avon shumë normale, po që kitë jetojnë këshu e në unë e këshu. Jo, sidomos neve që na ka udhëzuar Allahu Gjelle Gjelalu. Duhet shumë me ja ditë shiqyri.
Në këto më kiksat e vogla janë shprehje, tamam. Te njerëzit që i ka udhëzuar Allahu, sidomos këtë vakët, shekullin 21, ku njerëzit që ervin Stamboll me shkun taksin në për zhurka, në drogire, në të pinë raki deri në sabah, neve të shkojmë kështu në për xhamia, elhamdulillah. Apo? E në xhami bile, kur thom xhami, në Stamboll bile kemi ardhur shëtisim, menti kishim te dersi. Kush na e çon këtë? Allahu xhelle xhelal. Atëherë kjo një hollësi shumë e madhe, dhurat shumë e madhe. Edhe si këmbim për këtë, duhet me pas shumë kujdes në gabimet shumë të vogla. Tamam. Ne mos ne hupim këtë bereqet të Allahu xhelle xhelal. Çka janë gabimet e vogla? E për shembull tim xhami, ulemat aty u kalojnë të zgjasim kamët, nuk bën. Abe hoxha është, po abe hoxha, unë jam me ta abe hoxha. Në Tetov po. Këtu ku ka ulemat të mëdhej, jo. Tu ka ulema e në gjallë e në përvore, ose të Ejub el Ensari, po ulemat e mdhej nuk i kanë zgjatë kamët pin shpinë e vetë nëse kanë qenë kamë të vetë këthim ka vori ati. Pse? Sahabi, dishtrim në hotel kamët, dishtrim shpi kamët, apo. Allahu Teala i don këto hollësinat e vogla, tamam. Si shuqër për këto hollësinat që ne ka dhënë neve. Ibn Ataja prap ka thënë, surja Fejr ajeti 1, Wel Fejr i betohem agimit të mëngjesit. Do të thënë kur gdhin mëngjesi. E dini këtë shtosin kur gdhin? A u gdhive? Abdullah u gdhive? Jo. Si ja ka bëj haxhia? Ka shku në Shqipni haxhia i Tetovës, misafir, Shqipni agje. E ne ka dalë nusja, në sabah i ka thonë, haxhi, a u gdhive? U gdhive do të thotë a i mbrajtë e sabahin, a u zgjove në sabah. Haxhi unë ka thonë, nuk vesh nevojnë e vogël e bone, tamam? Kësha e ka kuptu. Wel Fejr, i betohet Allahi, kur gdhin mëngjesi, kur del sabahi, imsaku do me thonë, tamam? E na ju një punë e madhe. Pin natu bodit, para 1 minutë jatsen ke mund të falish, mas 1 minutë i sabahin duhet të falish. 1 minutë ndoshta. Nuk ndoshta, 1 sekundë ajo, momenti kur bëhet imsaku. Në një moment i madh, Allahu Teala betohet aty. Mirë po, pse është simbolizon dritën, thënë zgjohet mo errësira, bëhet një ditë e re, ulemat kanë thënë se ka kuptimin e i betohem Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që nga çato errësira si errësirat e natës, këtë ummet e nxori në dritë si drita e mëngjesit. Allahu Teala gjithnjë na boft në këtë dritë, mos zane errësira e natës asnjëherë. Ama neve nefsi dënjerë do të na çoje ka ato errësira. Kur na çoje? Kur dhe ngjojmë atë nefs. Tamam, duhet mirë, holl me u mendu. Çfarë gjesti jom të bëunë? Çfarë hapi jom të marr në jetë? Çfarë biznesi do hapi? Me kë do martohem? Këto të kitë duhet me i bo si Rasulullah s.a.s. Ti shkon gjallë, çka do më thoshte? Qartë. Hoxha jonë shumë mirë në thoshte. Asun vendosish për diçka. Mendo, pejgamberi a.s. cëllën dhe ta zgjethe qatë mbaje. Qatë mbaje. Fjala Fejr do thonte me gdhim mëngjesi, me u hap sabahu, apo. Mirë po, me bo te Fejr do thot me shpërthy diçka, me plas diçka. Pejgamberi a.s. se ka hap anë mban botës nur, simbolizon si kur një shpërthim të madh të nurit, Wel Fejr dënjere ka e në këtë kuptim. Prandaj, Wel Fejr ulemat kanë thënë se mund t'japim edhe kuptimin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë me disa ajete tjera ku betohet prapë Allahu Teala për vlerën e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Surja Wad-duha wal-lejli idha seja ila akhiri sure. Ka disa mendime pse ka zdrip kjo sure. Një mendim është se pejgamberi a.s. një kohë pat një smundje dhe nuk arrinte të zgjohet në namaz të natës. Tamam, te xhud është syneti i fortë. Allahu na bof nasib me fal çdo natë namaz natë. E pam apo plan programin e medreses. Gjishkruan të atë ka 3 xhims te xhud vakti. Hoxha duhet me fal te xhud. Një hoxh na thoshte, nëse dush ta bindish një gjallë 3 të fale namaz fars,
sabat, drek, i qindaj, aksham, yatsi, ti si hoxh duhet me fal nafile namaz. E në thoshte, pa fal të hexhut namazi, asnjë hoxh së ndikon të qetërit fale namaz. Interesante. Allahu gjithve na bof nasib. Një grua që ka pas kujshi pejgamberi alayhis salatu wasalam ka fillu ta përgojoje që së zgjohet namaz nate, e në Zoti i tij është i dhënë që nuk e zgjon namaz nate, se në puna e zgjumes ka të bëjë me Allahun xhelle xhelalu. Nëse don Allah i zgjohesh. Sa dush besoj vitit unë e kom gjumin e hollë, unë e me njerë ngrem, ja, një dit tak ndo sabajt hikën të çuditish. E në ajo një mësim, prap i majrë pozitiv, nëse mbushena me mend të vi. Nuk në bojt shprehit në hike. Po ta kuptojmë se qenë ka pi Allahut, e ne shtim janë gjumë, e ne e qumë janë nga gjumi. As njerë vetes mos i besojmë, nabe musëm hikën, nabe unë e alarmin e njoj. Hala pafkat hoxha unë e ngrehem, po ngrehesh njerë djerë. Haj provosht 30 vjetë ngreu të ashoj. Përta duhet me bo alarm e mirë, me flet pak, ma me kujdes, me abdes, ma herët. Një mendim tjetër është se mushrikët kanë folë kunder pejgamberit alayhis salatu wasalam, se një kohë të shkurt nuk erdhi asnjë ajet, asnjë vahi. E në thanë se që Zoti Muhammedit, hasha, qenë ka i dhnu me atë. Prandaj zbret Allahu Ta'ala, wa duha, wal-lejli idha seja, i betohem duhas, duha i ven koha para namazit drekës, kur shkëlqen dielli halis si duhet. Wal-lejli idha seja, në nata kur e mblon me errësirë komplet horizontin. Në këto dia betohet Allahu. Pse betohet? Se nuk jam i dhënë me ty. As nuk të kalan, e as nuk është i dhënë Zoti jot me ty. Thon shif, e merr çaq serioze, çaq vlerë jep Allahu Teala pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Ku e di përgojimin e 2-3 mushrikëve që të digjen xhennem, pse e kanë prek pak pejgamberin alayhis salam, ne sot e kësaj dite atë lexojmë Kur'an, në namaz mund ta lexojmë që kanë ngjarje. Subhanallah. Subhanallah. Tamam. Ajde neve nuk na zbrese vahi, neve ajete nuk na vijnë. Ama që këto ajete janë, që edhe neve pak të ngushlohemi, ndonjëherë dikush na i dhënoje, na përgojojnë, na përçeshin, nëse për pejgamberin e kanë bë, e në Allahu Teala i ka dhënë shumë vlerë, ka zbrit ajet, për neve nuk do zbrese ajet, ama në neve mund të hyjmë në këtë ajet. Tamam. Këtë ajet kur e lexojmë kujtohet një hoxh, tregon kanë shku në umre ose në hax, mos jem gabim. Ama ne ke ndodh kjo. Që thom unë mos lexojni Kur'an me përkthim. Një hoxh kur e arrin një përgjithësi ndaj xhamatit, mund ta thosë këtë fjalë. Një hoxh që se ka kuptuar çka do të thotë me kanë avam, do me thonë me kanë xhamatli, e në çka do të thotë me devjuni xhamati ati, e nëse ai si hoxh dhe jape përgjithësi për devimin e ati, ai të thotë, lexove sa tre, shko çile telefon lexoj, jo ashtu. Çka i ka ndodhur këtij hoxhës? Shkojnë numre ose në hax. E në dhomë të hotelit, ka marrë një gjaliri me ato që ka shku, ai të lexoj pak përkthim Kurani. E në lexon vetë duhan. E një hinë shqype, thotë hoxha, skuptova kur gjo. I betohem duhas, i betohem natës, se nuk ka i dhënë Zoti jot me ty. Gjo s'ka të boje, as me surën para asaj, as me surën bas, as me ajetet matutje. E në tha, hoxha të regon, ai gjali më tha, fillova të dyshoj pi Kur'anit. A thua vallë, hiç s'ka një kuptime këtu ajete, si mund t'jetë fjale Allahit, kështu e pa kuptimit. E në tak, te dera e hoxhës, kanë shku numre, para mendo, ose haq, në Bejtullah kanë shku, do shta dhe vaj pa iman njeri të ka. Hoxho shpëtom se hinën vezvese. Allah i në rujt, musëm ka ndodh, inshallah njuve së ndodh as njerë. Ama shof do, e në hoxalar ka që kanë pas, po e në musliman shumë të mirë të regojnë një fazë që i ka kap vezvesja në iman, shef. Nuk o vezvese në abdes kjo. Vezvese në iman, o Kur'an i sakt apo jo, ama vezvese. Nuk halis të marrë e këshumë pytje. Me marrë pytje shkoj dini imani. Subhanallah. Thot, hoxho shpëtom se jom të e hup imanin. Qka ndodhit që këshu e dhe? Thot, heste ka. Qëta është të lexoj pse ka zdrip kjo. Mushrikët e kanë përqesh pejgamberin, pejgamberi a revoltu shumë, a i dhnu shumë, e në vërtet ato dit nuk ka ardhë vahi, Allahu Ta'ala për t'ja rujt ati nderin, ja që, shif kada si, qetësohet zemra, pra ndaj pa tefsire, pa sebebi nuzul, ose pa hadithe anësh,
Kurani Kerimi nuk lexohet, sidomos me përkthim, hiç nuk lexohet. Veç arabisht lexohet më mirë, hiç pa e kuptu. Bon hatme, shkruajnë ato sevape. Mirë. E thot tash ky dietar Qadi Iyadi, në këtë sure Allahu Taala në 6 vende i jep shumë vlerë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E para që betohet, kur betohet Allahu, do thot më pa vjen diçka shumë e rëndësishme. Betohet. E dyta e jep xhevapin e betimit. Pse është betu? Se Allahu nuk të shidhnu ty, që sendi i rëndësishëm erdh. O diçka shumë e rëndësishme, Allahu ty do shumë, ti je shumë i rëndësishëm për Allahin. Allahu nuk t'i dhnohet ty, as nuk të le ty, që edhe nuk e la. Sot e kësaj ditë edhe nuk e le. Nuk e le traullit t'ja haje xhenazen. E ruajn me lajqet ama. Si është hadithi? El enbiya ahya fi quburim yusallun. Pejgamberet në varret e tyre janë të gjallë, falin namaz. Po si hoxha? Nëse mendosh se Alis ngrehet kështu me trau fal namaz, problemi jot është. Po si hoxha, unë i besoj kësaj. Po si, nuk do të pyes Allahu Teala si në botën tjetër. Ai besoj hadithit, i besoj, pik. E dyta kjo. E treta, ja garanton se ahiretin do e ketë shumë të hajrit. Welel akhiratu khairul leke minel ula. Bo që në këtë dynjat kanë bo pejgamber një mirësi e madhe, plus edhe ahiretin do e kesh, hala më të mirë. Pejgamber në këtë dynja, se në më të mirë s'ka. Po, në ahiret, në gjennet me Allahun Teala Gjelle Gjelalu, me shpërblimet e gjennetit, me neve inshallah, ja Rabi na bashkon gjennet, na bëjnë nasib shefatin atë. E që këtu në Istanbul e kemi edhe shokun e ati, Eba Ejub El Ensari, radiallahu ta'ala anhu, duhet me shku me bo zjaretat, tamam? Si ven kjo, ta kjesh në një qytet lark, një shok, në tip se më respektojsh mu shumë, hatriem shkosh ma vizitosh e në atë shoq. Tamam? Pse ke shku atë ta vizitosh? Se më respektojsh mua. Atë me shku me respektu, do thot pejgamberin e ati. Tamam? Rasulullahin s.a.s. e kemi respektu. Për që atë Osmanlit kanë ndërtu xhami aty ku e ka vorin. E kanë rujt si sytë e balit. Sultan Ahmed ka xhami, po. Javus Sultan Selim ka xhami. Ejub Sultan, cili ku ka të perandori Osmane me emrin Ejub dëni Sultan. Sultan e kanë qujta, demek ani se neve jemi perandor. Ai ka qenë sahabi pejgamberi s.a.s. Tamam, ai është alis pronar Istanbulit. Ashtu e kanë qujt. Atë ditë që ja pranu më thëmë, pa atë ditë që ja zgjedh një njeri si perandorin Osmane. Sabahin dëshkoj a gjede e fale, njerë dhe e përshëndese Ebu Ejub El Ensarin. Aty dhe lezoj dhe një Kur'an, aty njerë dhe i boj do lutje, e në mapa dhe e mare pushtetin në dorë. Qëka do në those? Pushteti joti vërtet është i joti. Tamam. Te i e sahabi Rasulullah s.a.s. Këta unë gato, për këta duhet duket dëkum, që të i pari. Nëjse, mapa dhe e shof. E treta ish kjo, se ahiretin e kjo halamat mirë se kjo, dynja. Bile, Sehli ibn Abdillah Tusteria ka thënë, do me thënë, si dhe kuptojmë këtë ahiret jot është më i mirë se këtë dynja, po në këtë dynja ishe pejgamber, mirë po, në ahiret kam dhënë shefaat me bo. Tu qenë gjallë, qaq jetove, me qaq musliman mundesh e t'i shpëtësh. Mas të edhe vinë me miliarda musliman deri në ditën e kiametit, që halamat mirën dhe tapë botën qetë. Tu kanë këtë dynja i shpëtove vetë sahabët. Një njeri që me ndonë se dhe një sahabi mund një sekund të digjet në xhenem, kur gjos ka kuptu për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Akide e ehlisunetit është se këtë sahabët janë në xhenet, pavarësisht në një gabimin, vajnë bare unë me e thamë fjallën gabim për dhe një sahabi. Tamam. A e kuptojmë këtë. Gjdo sahabi, pavarësisht gabimeve, që i hasim dhe njerës, këtë janë xhenet li. Tamam. Se e kanë pas gjallë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam aty. Edhe në bas dhekjes është shefati ati, me lejnë e Allahut, veç ta shpëtojmë imanin, për dhe hymë në xhennet. E treta kjo ishte, e katërta, weleseufe yu'tike rabbuke feterda, që së shpejti Allahu Teala do t'jape ty, do me thënë shefatin, feterda derisa të bëhesh raziti. Ibn Ishaku ka thënë,
dhe bëje razi Allahu Teala pejgamberin duke e shpëtuar në këtë dynja që ja boni nasip islamin dhe në botën tjetër ahiretin, do me thënë xhennetin. Disa dietar kanë thënë do ta japë ty Allahu çka? El hauda wa shafate, bazenin e pejgamberit alayhis salam wa shafate dhe shefatin. Disa nga familjarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kalon këtu poshtë, se ka thënë Hazreti Aliu këtë. Ka thënë që kështu, nuk ka ndonjë ajet në Kur'an që dihet më shpres dhënëse se sa që kjo. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Së shpejti në botën tjetër kur të kresë qameti, Allahu do të japë ty aq të mira sa ti do bëhesh razi pi asaj. Ka thënë Hazreti Aliu, wala yarda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yadkhula ahadun min ummatihi an-nara. Asnjëherë nuk dihet razi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nëse njëni bile pi ummetit të tij do hyjë në zjarr të xhenemit. Ky ajet është ajeti shpresë dhënës më i madh që kalon në Kur'anin e Kerim. Prandaj ta bëjmë përmend surën Wadduha, sidomos kur të vim që këtë ajet që këto kuptimet në shkëndërne. Allahu Teala t'ja bëjë nasib shefatin pejgamberit, njën sa thosë pejgamberi u sosmo, çkash, u knaqa. Hazreti Aliu që e njeh më mirë pejgamberin, çka thot? Ai nuk do knaqet, njën sa ti shofe kitë musliman se kanë hinë xhennet. Ja Rabi na bëj pjati. Çato ulemat kanë thënë veç ta shpëtojmë imanin me lejen e Allahut, e në namazin do hyjmë në xhennet me shefatin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E pesta me ni'metet që i numëron Allahu Teala në këtë sure, ke qenë jetim që të strehoj, nuk ishe pejgamber, do me thënë, gjithë ke dalen, feheda, s'kishe sheriat, feheda të udhëzoj të bëni pejgamber, u vëgjedeke ailen fe aghna, të gjeti fakir, fukara, skamnor, nevojtar të gjeti. Në çfarë aspekti, nuk kishe njerës rreth, fe aghna, dha atë shushni të bukur, sa mund nuk kishe nevoj as për dëni mbret, as për dëni grup të madh të mushrikëve, e kishe Ebu Bekrin, Omerin, Osmanin, Aliun radiallahu anhum. Tamam. Kjo e pesta, dhe e gjashta dhe me këtë do të mbarëm. Wa emma bi ni'meti rabbike fe haddith, sa i përket të mirave Zoti që ta i ka dhënë, fe haddith, ato tregoj, ato shprehi, nuk o mbare. Allahu Teala të ka dhënë një të mirë, të ka dhënë një gjallë, thuj elhamdulillah, e në tregoj shokve, Allah i më gëzoj me një evlat. Dë martohesh, më të vaj mbare. Thuj, Allahu më gëzoj me një grua të hajrit, Allahu gjithve vaboft nasip. Të ka dhënë dije Allahu, e mos u lavdro, më thuj unë e di, ama kallxoj atë që e dish, për sjellja dhe kujt tjetër, më të vaj mbare. Sot neve hoxhallarët që këtë probleme kemi më shumë. Kolegët tonë, din, o gjë së ndalë para xhamatit, po dilbe, a këta ka falë Allah e këtë majrë. 5 vjet, 7 vjet, 8 vjet, po 1 vjet, ke studiuti, dil fol para xhamatit. Dil fol. Neve hoxhallarët ashtu na motivojshin. Problemi më i madh është sefte një ditë rrë me dal me fal namaz. Kështu na thoshin, hambesa me gabu kërkush të merr vesh. Ah, po, më reki. Tamam. Po ne me hoxhallek, kështu kur kallzosh ders, po me gabu. A murët vesh e një sa të dëni gabim am diktautet? Do me thënë, kur të epë Allahu Teala një të mirë qenka me përmend atë, sepse fejnë min shukri ni'meti el hadithe biha. Një falenderim i të mirës që të epë Allahu qenka edhe me bo muhabetin e asaj. Tamam. Për qatë neve tanë ditën flasim për hoxhallar, flasim për din, flasim për Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pse? Dum të bëjmë atë shqyrin e asaj. Mirë. E kjo mirësi për atë pejgamber është i veçantë, kjo mirësi është e veçantë për atë, pejgamberlëk i ka falë ati, e neve në ka bëjë ummeti ati, edhe neve dhe krenojmë me këtë, tu e bëjë muhabetin e kësaj, tamam. Si dhe bëjë muhabetin e kësaj? Një tërlek në kraje, e dhe thuj, shef, vuna tërlek, dhe e bësh këtë muhabet. Shef, shova pak mjekër, dhe e bësh këtë muhabet. Me lene, Allahut. Isha në xhami e fala Yasin, dhe e bësh këtë muhabet. Ama pëqe pra më ngrojta namaz nafile fala, nuk. Nafilet nuk duhet me unë, asi me u bo shumë e shumë. Se nuk o falenderim, atër bëhet rria, sy e faqësi bëhet. Mirë, me këtë dhe mbarojmë inshallah, që kështu për Istanbul le tjetë kjo ders, ma pa të premten, me lejnë Allahut shifena në
mezlis wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.